الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعة كيوشت Gjumaja e fundit e muajit Dhul Qi'de, ndërsa gjumaja e ardhshme është e muajit Dhul Hijje. Ka transmetuar Imam Bukhariu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë ku vepra e mirë, ku vepra e khairit vlerësohet edhe shpërblehet më shumë se sa në këtë ditë, në ditët e Dhul Hijjes ku kryhet edhe haxhi i madh. Allahu na mundsoft me kollallok ya rabbal alamin. Than sahabët, ja Rasulullah, a edhe lufta në rrugt të Allahut është më pak se sa këto ditë vepra e mirë? Tha po, përjashtohet një rast ku një njeri i merr pasuritë e veta dhe vetën e vet dhe del në rrugt të Allahu xhel xelalu dhe nuk kthehet as me trup e as me parë. Tha vesh që kjo më i mirë se sa këto tjerët. Për këtë arsye besimtari duhet që t'i ketë kujdeset e larta të veta kur ka ditë të vlefshme të Zotit xhel xelalu. Të shton veprat e mira, të bën punë të khairit, të shton adhurimet dhe me rëndësi shumë të madhe është për ata të cilët nuk marrin rrugë për haxh ta shoqërojnë shpirtin e haxhiut atje. Si ta shoqërosh? Duke e ditë se ti nëse s'ke pas mundësi me shkue, e di se duhet me i madhrue këto ditë dhe duhet me ndjenja t'jesh me haxhilerët. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam për t'i bashkuar muslimanët e ju ka bërë të lidhshme sunnet i pejgamberit alaihi salatu wassalam për krejt ata të cilët nuk shkojnë në haxh dhe kanë bërë niyet me prej kurban. Çfarë ju ka bërë sunnet? Që kur hin ditja e parë e Dhul Hijjes mos pret as thoj as mos ti hek flok. Për çfarë arsye? Krejt kjo për çka bëhet? Ti sjen haxh as në ihram ta ndish shpirtin e atina. Andaj e ka preferu për ata i cili ka shku në Arafat të agjeron, se ti ki mundësi. A i shka në Arafat zban me agjerue, se aja tje ban dua. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë frymën e bashkimit të umetit e kishte shfrytzuar në mënyrën më të madhe në haxh, për t'i nxit muslimanët jenë bashk dhe t'i kryjnë adhurimet bashk dhe ta dinë se Allahu në kënaqet duke vepruar bashk. Andaj shoqëroje haxhiun, shoqëroje këto ditë, edhe nëse s'do të merresh udhën dhe ditë atje, me çka? Me agjërim, me namaz shtesë, me vepra të mira, me sadaka, me dhikr të Allahu xhel xelalu. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, janë ditët ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, janë ditët ku madhrohet Allahu xhel xelalu. Dhe fatkeqësisht shumë fatkeqësi që shumë prej muslimanëve jashtë Ramazanit nuk i ndin ditët e Dhul Hijjes. Në jashtë Ramazanit nuk i ndin madhninë e ditëve të Dhul Hijjes, kur pejgamberi jon alayhi salatu wasalam ka thonë s'ka ditë mas shumë ditë që shpërblen Allahu xhel xelalu se sa ditët e Dhul Hijjes. Ka thënë alayhi salatu wasalam agjërimi ditës Arafatit i shlihen gjunahet e vitit të kaluar dhe atij çka vjen. A ka diçka me ta shliti dikush borxhin për 2 vjet? A sa ki ti borx për 2 vjet? Sa gjunahe ki pas mundësi mi pa për 2 vjet? Me thënë Allahu jam me një ditë të falë te kije. Kjo punë e madhe. Për këtë arsye ajo çka na mësojnë në këtë ditë cila është që shoqërohemi me ndjenjat e mëdha të cilat na jep neve këtë ditë. Dhe mësimi tjetër që ne nxjerrim nga ceremonitë e haxhit, cila të ndëruar xhamatli, është haxhi
E vetëm ja shtyllë në islam ku besimtarit nuk i është zbuluar shumë prej logjikës dhe racios dhe arsyes. Çka i bie kjo? Ti kur falësh, ka një trajtim të kuptueshëm. Ti kur agjeron, ka një kuptim të arsyeshëm, racio. Kur ti jep zakat, ka kuptim, i pasuri e ndihmon të varfërin. Kur ti spiraki se të bën dëm, kur ti s'bën zina se e ruan familjen, kur ti s'lum bigjos se nuk i hub parët, apo ekstremal e kanë një kuptim. Mirë pa Allah e ka bo haxhin psheft. Ti nuk e di pse ban tavaf ç'është rrotullimin. Ti nuk e di pse duhet me vrapue në saj, Safa dhe Marwa. Ti nuk e di çfarë kuptimi ka pse në Arafat, pse jo kodra tjera. Andaj thotë Muhammed el-Ghazali rahimahullahu taala, Allahu e kërkon prej haxhilerëve dhe atyre që i shoqërojnë me ndjenja që shkojnë, ta kuptojnë se krejt lumturia është kur ti i bindesh Allahit edhe pse se di pse. Kur Allah thot bane që ta, ki me morë shumë shpërblim, ki me ja kuptuet vërtetën ma vonë, ama tash nuk e mërvesh. Apo, vetet çdo njeri që ka bo haqë, apo umra, apo, edhe thuj, ti a e di pse 7 rrotullime nga një anë, jo nga ana tjetër, thot unë nuk e di që ish veç lumturi më të madhe, s'ka se që kjo. Për këtë arsye thot sekreti i lumturisë është këta për si cëlish ka shkollë. Sekreti i lumturisë është që ti thush Allahit, tu përgjigja ani pse s'pe marrësh pse. Sikur që ti mund me thon prindi, sos ma çket punë, ti thua thube pse i duhet, mos e vet, sosja. Ma vonë është të kallzon. Allahu ja ka bëu shumë pe veprave, s'të kallzon pse? Ama çati e ka vendos lumturinë tënde. Çati e ka vendos sikur kur mjeku thot, pije që ke ti ilaç, ti e këshir. Se me piju në këta, kjo ujë s'kana, buk s'kana, po na pije se të ban dobi. Ti nuk e di. Andaj na mëson neve haxhi adhurimi dhe nështrimi dhe dorëzimin. Dorëzoju, kur thoj Allahu falu, ki me pas jam më mirë. Kur thoj jep zeqat, ki me pas jam më mirë. Mos nis me filozofue, se ka dalë duhet me punua dhe ato shka s'kan. Pa, që ke tanë, shka pe thutja, se ka ditë Allahja. Qysh duhet me punua dhe ato shka s'kan. Qysh me punua, normal se dhe ata punojnë, pa Allah i ka dorë riskut. Një njeri e merë me një pull, merë miliona dikush, mitë të punu s'ka. Pra nuk duhet me filozofu adhurimin. Andaj, nëse do në më ka një lumdur ke dunja, i qetë, përgjigju Allahut në farë që ka ti ka lip. Mos lip pse? E ka një sepse, po ti nështë se kupton. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala mëson në këtë dit që përgjigja dhe dorëzimi dhe nështrimi ndaj Zotit Gjelle Gjelalu është krejt lumturia e besimtarëve këtë dunja. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Hajj e nisija ejuhen nasu taqu rabbakum, o ju njerëz tutjuni Allahu Gjelle Gjelalu. Tutjuni Allahu subhanahu wa ta'ala. Në rend ajetet çka tha Allahu Gjelle Gjelalu? Kur e përmeni haxhin dhe këtë trishtim që e nisi surën me ta, çka? Wali yashhadu manafi'a lahum. Le ti marrin dobit e tyre, le ti marrin levordit e tyre. Krejt levordia në fe, këtë dobi janë islam, këtë fitimi janë islam. Andaj Allahu Gjellewala sa herë kur i përmen dështum, çka thot? Ata shka zbesuan, ata që kanë hinë gjenem, a ka ma këtë se me hinë gjenem? Allah në rujpi gjenemit. Për këtë asyje, dorëzoju Allahu Gjellewala, bindju Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe mos ja kontesto urdhrat Zotit tanë subhanahu wa ta'ala. Elusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu në këtë ditë gjumaje, ditë të madhe. Allahu subhanahu wa ta'ala krejt ata të cilët dhe të marim rrugë për në vendet e shenjta, Allah të na e lehtëson rrugtimin, Allah të na e lehtëson adhurimin, Allah të na e ban që haxhin ta kemi të pranuar me izën dhe lejnë Allahu Gjelle Gjelalu. Krejt ata të cilët s'kan pas mundësi këtë vit, Allahu ja bof rizq në vitet e ardhshme. Elusim Zotin e madh subhanahu wa ta'ala që Allahu muslimant, lindje dhe përëndim Allahu të ndihmon. Fukara, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja, të gjithë Allahu të jep nga rahmeti i vet, nga mëshira e vet, nga toleranca e vet, nga butësia e vet, nga bekimi i vet. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që krejt ata të cilët bëjnë zullum, bëjnë krim, bëjnë fesad në tokë, Allahu t'i rrethon me fesadat e veta, me krimet e veta. Elusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu që Allahu na mundson me jetu me islam, me urrit me islam dhe me Allahun shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha liya wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أعنا على الطاعات والإحسان يا رب العالمين في هذه الأيام الفاضلة يا رب العالمين. اللهم سهل لنا الطريق ويسر لنا الطريق إلى الحج الأكبر يا رب العالمين. اللهم كل من نوى الحج فيسر له يا رب العالمين. اللهم متعنا بقواتنا وصحاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح شأننا وأصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا يا رب العالمين. اللهم كن مع المسلمين المستضعفين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم كن مع المستضعفين واليتامى والأرامل والمشايخ والعلماء يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح طاعاتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.